Kryeministri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar ditën e djeshme një rast të dyshuar për krime zgjedhore në Peqin. Më sot se ditën e sotme policia ka nisur procedimin penal për pronarin e lokalet me inicialet DB, si dhe gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar 10 flete ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara e të dyshuar se të falsifikuara, si edhe një listë emërore të zgjedhësve. Gjithashtu më tej bëhet me dije se gjatë kontrollit në banesën të proceduarit janë gjetur një pushkë vjetër trofe dhe një pistolet zhurmuese sportive. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Peqin, pas njoftimit të marrë me datë 22/5/2025, se në një lokal të fshatit Pekisht kishin gjetur disa materiale të dyshuara zgjedhore, kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë me qëllim verifikimin e rastit. Gjithashtu është sekuestruar portofoli i shtetasit DB me 280.000 lekë. Në vijim të veprimtarive për rastin, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Peqin referuan materiale procedurale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin DB për veprat penale, falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve, dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.